Hani hudhër, por mos bëni kurrë këto 12 gabime. Hani hudhër çdo ditë dhe mendoni se po i bëni mirë trupit tuaj. Tregoni vëmendje sepse nëse e përdorni në mënyrë të gabuar, hudhra mund të kthehet nga ilaç në problem. Shumë njerëz e bëjnë të paktën një nga këto gabime pa e kuptuar fare. Sot në këtë video do ju rendisim disa nga gabimet që nuk duhet t'i bëni kur konsumoni hudhra, sepse përndryshe do të humbisni përfitimet, dëmtoni stomakun dhe prishni ekuilibrat e trupit. Gabimi numër 4 dhe 9 janë më të dëmshmit. Shikojeni videon deri në fund për të kuptuar cilat janë gabimet dhe si t'i evitoni ato. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Si fillim, nuk duhet ta hani hudhrën pa e shtypur. Ky është një nga gabimet shumë të zakonshme. Hudhra përmban alicin, substanca kryesore shëruese, por ajo nuk aktivizohet derisa hudhra të shtypet ose të coptëzohet. Nëse e gëlltisni të plot, alicina nuk aktivizohet, përfitimet e saj bien ndjeshëm. Nëse doni të konsumoni hudhër, shtypeni atë dhe e lini të qëndrojë për 5 deri në 10 minuta dhe më pas e konsumoni. Ta gëlltisni si ilaç për të shmangur aromën e saj po bëhet një gabim tjetër. Shumë njerëz e bëjnë këtë për të shmangur aromën e hudhrës, por duke vepruar kështu, hudhra nuk tretet si duhet, substancat aktive nuk përthithen, efektet shëndetësore janë minimale. Përpara se ta bëni këtë, përtypeni ose e përzjeni me mjaltë për të larguar aromën e saj. Të hani hudhër me stomak bosh nëse jeni të ndjeshëm është një gabim tjetër. Hudhra është shumë e fortë për stomakun e brisht. Ajo mund të shkaktojë djegje, dhimbje të përzjera, sidomos te personat me gastrit ose me refluks. Konsumojeni pas ushqimit ose me kos të kombinuar edhe me bukë. Kështu do të evitoni edhe shkaqet për stomakun e ndjeshëm. Mos e përdorni në sasi të madhe. Mendimi sa më shumë aq më mirë është i gabuar tani për hudhrën. Teprimi me hudhrën mund të irritojë zorët, të ulë presionin e tepërt të gjakut, të shkaktojë fryrje dhe lodhje. 1 deri në 2 thelpi hudhër në ditë janë më se të mjaftueshëm nëse coptëzohen dhe lihen për 5 deri në 10 minuta përpara konsumit. Të gatuhet shumë gjatë, hudhra mund të jetë dëmshme. Nxehtësia e lartë do të shkatrojë alicinën që ajo përmban. Të ulë gjithashtu ndjeshëm vlera shëndetësore. Hudhrat e djegura nuk kanë pothuajse asnjë përfitim. Shtojeni në fund të gatimit ose i konsumoni të freskëta të shtypura për të marrë vlerat e tyre, citon Healthline. Ta konsumoni para gjumit për disa persona mund të jetë gabim i vërtet. Hudhra stimulon qarkullimin dhe metabolizmin. Para gjumit të disa persona ajo mund të shkaktojë pagjunësi, djersitje, rrahje të shpejta të zemrës dhe konsumoni më mirë gjatë ditës të kombinuara me ushqime të ndryshme për të evituar këto komplikacione. Ta kombinoni me alkoolin është e gabuar. Hudhra dhe alkooli së bashku mund të irritojnë stomakun, të rëndojnë mëlçin dhe të rrisin problemet e dëmshme të organizmit. Kombinimi i saj në këtë mënyrë është vërtet i dëmshëm dhe mund të shkaktojë komplikacione. Ta kombinoni me ilaçet pa kujdes mund të jetë dëmshme konsumi i hudhrës. Hudhra mund të ndikojë te ullimi i gjakut, presioni dhe sheqeri. Mund të përforcojë ose të prish efektin e ilaçeve. Në rast se po merrni medikamente për ullimin e gjakut, për presionin e lartë të gjakut ose për diabetin, duhet të evitoni konsumin e hudhrës. Personat që marrin terapi duhet të kenë më shumë kujdes nëse e përdorin hudhrën si zgjidhje mjekësore. Të hani hudhra të vjetra ose të mbira mund të jetë dëmshme. Hudhra e mbir humbet vlerat, bëhet më e rëndë për tretjen, mund të shkaktojë gjithashtu edhe pareati. Zgjidhni hudhra të forta, të freskëta dhe natyrale, në mënyrë që të merrni vlerat e tyre. Ta ruani gabim hudhrën është e gabuar. Hudhra në frigorifer do të humbas aromën, do të myket më shpejt. Ruajtja e gabuar humbet përfitimet. Hudhra duhet të ruhet në një vend të thatë dhe të ajrosur mirë, pa lagështi dhe kështu do të zgjasë më shumë përfitimi që ajo do t'i japë. Nëse keni të përzjera me ushqimin e rënd, atëherë hudhra nuk duhet të kombinohet.
Hudhra plus ushqimet shumë të yndyrshme mund të ngadalësojnë në tretjen, të rrisin fryrjen. Kombinoheni me perime, me kos ose me vaj ulliri, në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre më të mira. Ta konsumoni pa e ndërprerë për kohë të gjata, mund të jetë dëmshme për organizmin tuaj. Edhe gjërat e shëndetshme krijojnë dhe kërkojnë pauza. Konsumi i vazhdueshëm pa pushim lodh stomakun dhe ul efektet pozitive. Përdoreni me cikle disa javë po dhe disa javë pushim. Hudhra është një nga ushqimet më shëruese që ekziston, por vetëm nëse përdoret si duhet. Nëse bëni këto gabime, përfitimet e saj mund të kthehen në dëme, andaj jepini më shumë kohë shëndetit tuaj dhe gjithashtu do të keni një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Duke e konsumuar hudhrën si duhet, ajo mund të japë rezultate mjaft të mira edhe për sistemin tuaj imunitar. Hudhra përmban alicin, komponime bioaktive të alicinës që mund të ndihmojnë në trupin tuaj në luftimin e viruseve, bakterieve dhe infeksioneve dhe redukton simptomat e ftohjes. Studimet tregojnë se konsumi i hudhrës mund të bëjë që simptomat e ftohjes të jenë më të shkurtra dhe më pak intensive, citon Healthline. Konsumi i hudhrës brenda normës së lejuar mund të mbajë shëndetin e zemrës dhe të ulë gjithashtu edhe presionin e gjakut. Hudhra ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut, uljen e tensionit të lartë të gjakut. Kërkimet tregojnë se ato mund të ndihmojnë në reduktimin e presionit sistolik me 8 deri në 10 pikë dhe gjithashtu mund të jetë një zgjidhje nëse nuk merrni medikamente derisa të stabilizohet gjendja juaj. Studimet tregojnë se hudhra mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut veçanërisht te personat me hipertension, fal efekteve dhe komponenteve të saj që relaksojnë enët e gjakut, citon Healthline. Hudhra mund të përmirësojë gjithashtu edhe kolesterolin dhe shëndetin e mirë të zemrës. Hudhra mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit të keq LDL, gjë që lidhet me rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare, citon Healthline. Gjithashtu ato kanë veti të mira antioksiduese dhe antiinflamatore. Komponentët e hudhrës luftojnë radikalet e lira dhe inflamacionin, duke mbrojtur qelizat dhe duke kontribuar në shëndetin tuaj më afatgjatë. Sipas Healthline, hudhrat përmbajnë përbërës antioksidues që mbrojnë qelizat nga dëmtimet oksidative, që lidhen me plakjen e qelizave dhe disa sëmundje kronike. Disa studime sugjerojnë lidhjen midis konsumit të hudhrës dhe uljes së rrezikut të disa llojeve të komplikacioneve. Hudhra ka komponentë që ndihmojnë në pengimin e rritjes së bakterieve dhe të radikaleve të lira, duke ofruar një mbështetje më natyrale për trupin dhe shëndetin, citon Healthline. Hudhra ndihmon edhe në shëndetin tuaj të zorëve. Hudhra përmban probiotik që ushqejnë bakteriet e mira të zorëve dhe ndihmojnë në balancimin e mikrobiomës që përmirëson tretjen. Hudhra mund të ndihmojë trupin të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës dhe rregullimin e sheqerit, sidomos te personat me diabet dhe sindromën metabolike. Komponentët e hudhrës mund të parandalojnë grumbullimin e trombocideve duke ulur riskun e mpikjes së gjakut që mund të çojë në probleme serioze. Hudhra përmban fibra prebiotike që mund të ushqejnë bakteriet e mira të zorëve duke ndihmuar në tretjen e shëndetshme të mikrobiomës. Komponentët e hudhrës kanë efekte antiinflamatore që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit kronik në trup, citon Healthline. Disa studime sugjerojnë se hudhra mund të zvogëlojë stresin oksidativ që lidhet me osteoporozën dhe të ndikojë në shëndetin e mirë të kockave, citon Healthline. Hudhra mund të ndihmojë gjithashtu edhe në detoksifikimin e trupit tuaj. Studimet kanë treguar se hudhra për shkak të komponentëve të saj mund të ndihmojë në uljen e toksinave dhe metaleve të rënda në trup, siç u vuret te punëtorët me ekspozim ndaj plumbit, citon Healthline. Hudhra është një burim i lëndëve të mira ushqyese. Hudhra është e ulët në kalori, por përmban vitamina dhe minerale si vitamina C, vitamina B6, mangan dhe sasi të vogla të disa elementëve të tjerë, duke i dhënë ushqimit jo vetëm shije, por edhe vlera të mira ushqyese. Edhe pse hudhra mund të ofrojë përfitime, ajo nuk është një ilaç magjik, por mund të zvendësojë edhe një sër përfitimesh. Konsumojeni me kujdes dhe brenda normës së lejuar, 1 deri në 2 thelpin janë më së të këshilluar. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.